Tani fillojmë të ajo që quhet pjesa më e vështirë, zoti Demo. Jeni caktuar drejtuesi i qarkut të Beratit, drejtues politik. E para njerë, ore, si e le Bashkinë e Beratit, më lihet Bashkia e Beratit mes? Shiko, të jemi sinqert me ty, disa ditë përpara se unë të jepja dorëshën, edhe le themi ato ditët pas dorëshës, kanë qenë momente jo të lehta dhe edhe shumë emocionale për mua personalisht. Edhe kuptohet që ajo çfarë ne tentuam të bënim Berat gjatë kohës që unë kam qenë kryetar bashkie, ka kërkuar domosdoshmëri, shumë pasion dhe shumë zemër për të bërë atë çfarë ne kemi arritur të bëjmë. Edhe është krejt normale kur ti përfundon një rrugtim të tillë, patjetër të krijon një boshllëk. Por unë me shumë përgjegjësi e kam pranuar propozimin e kryeministrit për të qenë në listën për deputet qarkut Beratit, dhe patjetër kjo shkon në të njëjtën kohë bashkë me përgjegjësitë të qenë drejtues qarku. E kam pranuar me shumë përgjegjësi sepse unë besoj që ky rol i ri për mua në fakt garanton vazhdimsinë e kontributit tim për Bashkinë e Beratit, por në fakt tani për gjithë qarkun e Beratit. Dhe unë besoj që Berati tashmë ka arritur një maturim për sa i përket atyre sfidave të mëdha strukturore që tashmë janë te i kaluar, dhe ato çfarë ne kemi lënë si projekte, të cilat patjetër do të zbatohen në vitet që kemi përpara, e garanton qytetin që të ketë atë rritjen e qëndrueshme që ajo garantohet edhe ti ishe sigurisht do ishe ti, po edhe të mos ishe, këtë kuptojmë. Ore, po si e lën mesa? Se ti je lindur rritur aty tani, nuk është një gjë e vogël kjo. Unë besoj që se mandati i dytë, nuk është se mandati i parë dhe nuk kishte ndonjë lidhje, po të bësh gjithë ato punë, bësh gjithë ato gjëra dhe ti je kaq shumë i lidhur sa ke qenë ti. Unë besoj që jeta ka ato fazat e veta. Dhe unë besoj që është mirë që në cilën do fazë që ti vendos të bësh tranzicionin në një fazë tjetër, është mirë ta bësh atë kur ti je në kulmin e një faze të caktuar. Unë besoj që e ke lënë në kulmin? Unë besoj që ne në Berat kemi arritur lartësi që kanë qenë të paimagjinueshme më parë për qytetin e Beratit. Edhe këtë qytetarët e kuptojnë, këtë qytetarët e besojnë. Unë ndihem jashtëzakonisht mirë edhe në këtë pozicion që jam tani si kandidat për deputet apo si drejtues qarku, që mënyra se si njerëzit na presin, mënyra se si njerëzit na drejtohen, mënyra se si njerëzit e kanë perceptimin për atë çfarë, jo vetëm për atë çfarë kemi bërë, por mbi të gjitha edhe besimin tek ajo çfarë ne themi që do bëjmë, sepse është shumë ndryshe të besosh dikë që në fakt i ka tregu me vepra, në thonjza, ato të cilat realisht janë gjëra që përmirësojnë jetën e qytetarit, dhe kur ti flet për gjëra dhe për projeksione që çfarë do ndodhi dhe kjo do të vazhdojë, do të ketë një përmirësim të vazhdueshëm, mua më bën shumë të lehtë të tranzicion. Emocionalisht është shumë i vështirë. Mos më thoj që ti je keq, emocionohem, s'ka dalë piklodi. Por në fakt ka pas momente që kemi qenë edhe momente emocionale, sepse kuptohet, me stafin e ngushtë, me stafin bashki, po dhe në zona caktuara kemi pasur momente që patjetër njerëzit. Si të tha kryeministri, Ervin, ti na duhesh këtu apo a pranon të vihesh këtu? Unë besoj që kryeministri bën vlerësimet e veta politike. Unë tashmë e kisha hedhur një gjysmëhapi, e kisha hedhur një gjysmëhapi duke qenë si drejtues qarku. Si drejtues qarku, okay. Dhe besoj që mbase hapi i passhëm ishte një hap i natyrshëm, e nuhansje. E nuhansje. Po tani unë besoj që shiko, karriera ime, dhe ti e përmendë pak më përpara, profesionale, unë patjetër kam pasur një karrierë profesionale të caktuar edhe në Tiranë, sepse unë pasi u ktheva nga studimet nga Anglia në vitin 2004, unë kam jetuar nga pikpamja jetës profesionale në Tiranë për thuajse 15 vjet. Profesor, pedagog në universitet. Në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Ekonomik. Dhe si më thënë, Tirana nuk është e panjohur për mua nga pikpamja e korridoreve dhe mënyrës se si Tirana funksionon. Por unë po e përmend edhe një herë, unë jam jashtëzakonisht mirënjohës për vlerësimin e kryeministit, dhe ky është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ky është një vlerësim politik, pikëpari, nga pikpamja e pozicionit si drejtues qarku, patjetër është një vlerësim edhe të qenit kandidat. Edhe në këtë pikë unë jam totalisht i motivuar që si kandidat sot dhe si deputet nesër të jap maksimumin tim si në rolin politik për sa i përket rezultateve elektorale që ne duhet kemi në qark në mënyrë absolute, dhe patjetër pastaj dhe rolin tim si deputet për të bërë më të mirën për gjithë qarkun e Beratit
pa përjashtim, pavarësisht se unë këtu jam pak i njanshëm ose i perceptuar si njanshëm, se kam qenë kryetari i Bashkisë Beratit, por këtë unë ja u them me bindje që unë do të jem shumë i vëmendshëm për gjitha bashkitë. Kam edhe një gjysëm po e quaj paragjykimi edhe për Kuçovën, që të jem drejtën, sepse unë kam pranuar që të përfaqësoj edhe zyrtarisht Kuçovën si deputet, sepse unë kam një lidhje nga ana e babait. Babai me ka prejardhje nga ajo zonë, kurse nëna është në Berat, dhe patjetër që edhe këtë sfidë. Babai ju është me origjinë nga Kuçova. Po ju lindur Unë jam lindur në Berat. Jo, po flasim tani. Ata që na ndjekin. Jo, po flasim për dekada, nuk bëhet fjalë për moshën time. Tani unë do doja por edhe ti e ndjek damarin e gjyshëve të tu edhe. Pa diskutim. Tani ne nuk i mohojmë dot gravitet. Do doja listën e kandidatëve të qarkut të Beratit, të Partisë Socialiste dhe nga ju zoti Demo, unë do doja një vlerësim për gjithë. Enriqueta Jao në listën e mbyllur. Unë e kisha para disa ditësh, për mua ka qenë një zgjedhje smart. Doktoresha në listën e mbyllur është politikane e re, sepse nuk ka qenë pjesë e politikës, por jo një personazh i panjohur në skrapar dhe më gjerë madje, sepse doktoresh në Spitalin e Traumës në Tiranë, reanimatore, anesteziste dhe pinjolle një familje shumë të njohur në skrapar. Nuk e di, a e di kaq mirë se e di unë, po besoj do ta dish shumë më mirë se mua, se ti ke bërë dhe libra, por patjetër që unë e di dhe nuk diskutohet. Dhe bashorte e një doktori po Jao nga skrapar. Të nderuar. Shiko, Enriqueta do doja për secilin një profil. Do të japum. Tani Enriqueta për mua është një mjekë e spikatur. Pikë pari, është një mjekë e cila ka një reputacion totalisht të pakontestueshëm nga askush, duke filluar nga kolegët e vet. Unë pata kënaqësinë ta njeh gjatë procesit të përzgjedhjes së kandidatëve. Më ka lënë ndjesi dhe energji shumë pozitive për atë çfarë ajo përfaqëson si individ pikë pari. Dhe patjetër pastaj i gjithë bagazhi që ajo mban, që është përgjegjësi e madhe të kesh me emrin Alushani, të kesh le të themi bashorti me emrin Jao, ose me dy emra, Alushani dhe Jao. Është dhe Ermonela nga krau tjetër. Kunata. Kështu që në dhe ajo, më fal, ajo e kishte pritur shumë mirë. Ma tha Enriqueta me të drejtën. Do të tha në intervistë. Që Ermonela ka pritur shumë mirë dhe madje kur i kam thënë fillim, tha pranoj, domethënë mendimi sa ishte për po. Domethënë dhe ky ishte. Të dy familjet janë familje të spikatura nga zona e Skraparit. Dhe kjo patjetër e ngarkon me më shumë përgjegjësi Enriqueta. Sepse kur vjen nga një start i tillë, ti duhet mbash edhe stekën lart. Dhe Enriqueta patjetër. Dhe Enriqueta unë jam i bindur që aq më shumë me atë çfarë un kam parë dhe në territor gjatë këtyre 10 ditëve, le të themi, që gjatë prezantimit që është pritur jashtëzakonisht shumë. Po pra, si është pritur? Është pritur shumë. Është pritur shumë positivisht. Keni bërë shumë takime deri tani? Po, ata janë. Un kam qenë vetë në disa prej takimeve, por ata janë vetë territor tashmë. Po. Domethënë, kandidatë për deputet janë territor tashmë. Dhe janë gjithkohës duke u kontaktuar me komunitetin që do përfaqësojnë. Sepse ajo 6 deputete tani, duke qenë listë mbyllur. Po tani s'ka lidhje fare kjo, ne do vazhdojmë, sepse edhe unë jam në listë deputetëve, kështu që i bie mos bëj fushat. Ti je drejtues qarku, fjalë që është deputet. Enriqueta është edhe më e motivuar për të u lidhur me komunitetin, pikërisht sepse është listë e mbyllur. E kuptova. Sepse dhe vlerësimi është dhe më i madh, edhe patjetër që përgjegjësia është dhe më e madhe. Dhe unë jam i bindur që Enriqueta është duke bërë këtë gjë shumë mirë, dhe unë jam i bindur që me Enriquetën ne bashkë me kandidatin tjetër që unë do e prezantoj pas Enriquetës, në fakt kemi arritur një gjë. Unë besoj që ky është një prezantim shumë i hijshëm i Skraparit si zonë. Po, sepse unë besoj që vlerat të cilët mbartin të dy kandidatët, duke filluar nga Enriqueta pastaj edhe nga Hyseni. E ke fjalën për Hysem Buzali, që është kandidati në listë. Po e marr, unë po t'i ndaj me zona, po t'i bëj prezantimet me zona. Po, domethënë kandidati i fundit në listën e hapur, Hysem Buzali, është edhe ai kandidat për zonën e Skraparit. Për zonën e Skraparit. Edhe ai është ideal. Mund t'i bësh një profil Hysem Buzali? Tani të dy kanë të përbashkët. Po, që të dy vinë nga fusha e mjekësisë. Të dy i kanë shërbyer mjek është Hysem Buzali. Shkencave mjekësore, administrator në struktura mjekësore, me një eksperiencë gjatë administrimi në struktura mjekësore, si administrator dhe i spitaleve private etj. Me radhë. Ka dhënë shumë për jo vetëm pacientët, por dhe sidomos për banorët e zonës. Është i lidhur me njerëzit. Është shumë i lidhur me njerëzit, siç është edhe Enriqueta, të dy janë shumë të lidhur me njerëzit dhe për shkak të profesioneve që kanë.
Dhe të dy mbartin vlerat jashtëzakonshme njerëzore pikëpari, sepse unë besoj që një deputet i mirë dhe i efektshëm në fillim duhet mbarti vlera njerëzore, sepse në fund ditës, sidomos kur ti ke të bësh me qytetarët, gjëja që ty të lidh më shumë është pjesa njerëzore dhe shpeshherë jo çdo problematike qytetarëve mund zgjidhet, por nëse ti të paktën i jep pranë nga pikpamja njerëzore, ja ke zgjidhur të paktën psikologjikisht një pjesë të sfidës ose të problemit që ai ka. Dhe unë besoj që të dy kandidatët kanë vlera të jashtëzakonshme dhe unë kam thënë një fjalë që në fakt unë besoj që janë njerëzit e thjeshtë që bëjnë gjëra të mëdha. Dhe nuk kishe nevojë për emra kaq pompoze ku ta di unë. Tani emra pompoze. Skapari është më se i përfaqësuar me të dy kandidatët, unë jam i bindur që rezultati më spektakolar do të Skapar? Në 2025, në krahasim me 2021, do të Skapar. Okej, personazhi tjetër, ju lutem full screen nga lista e hapur. Matea Rexhepi. Hajde të marr dy kandidatet për Bashkinë e Beratit. Në Bashkinë e Beratit janë dy zonja të cilat përfaqësojnë patjetër dhe unë, po unë jam listën e mbyllur, po në listën e hapur kemi dy zonja të cilët janë përfaqësuese tashmë në listë. Atigje Ekonomi ka qenë. Atigje Ekonomi ka qenë deputete, është deputete aktuale. Dhe Matea Rexhepi, e cila vjen nga të rinjt e Partisë Socialiste, është vetëm pothuajse 26 vjeç, është një vajzë e re, shumë energjike, është koordinatore për rinin për gjithë qarkun e Beratit.